Në fakt, unë nuk mendoj që do të ndryshoj në gjë e jashtëzakonshme. U bën disa muaj tani që nuk është më në detyrë kryetari i bashkisë i rishpallur dje dhe unë nuk shikoj në ndryshim të jashtëzakonshëm, pra as për mirë, as për keq. Në fakt, ajo që shoh unë është një qëndërzim i pushtetit vendor dhe një heqje e kompetencave të bashkive dhe përqendrimit tyre në qeveri. Pra, bashkitë tani po merren me abonete dhe faturat e ujit, po ajo që prodhon dhe qarkullon para që janë lejet e ndërtimit janë masivisht në dorë të Këshillit Kombëtar Territorit dhe Ujit tashmë, dhe po shikojmë që ai sektori i ekonomisë që mbetet shumë gri dhe shumë problematik dhe shumë i errët për një pjesë shumë të madhe të qytetarëve, po edhe raporte shumë serioze e cilësojnë që është fabrika e pastrimit të parave, nuk po ndalon. Kështu që unë mendoj që me veliajnë ose pa veliajnë, kjo do të vazhdoj. Unë pash një kryetar bashkie të etur për të komunikuar me publikun, me media, që fliste më shumë se sa avokatët gjatë seancës. Mendoj që qytetarëve i është kursyer një pjesë e mirë e kronikave të gatshme, e daljeve mediatike, por ajo që unë shikoj si vullnet politik i Bashkisë Tiranës, mendoj që është aty. Dhe problemi vijon të jetë aty.